Të dashur vëllezër besimtar, ne sapo kemi përfunduar një muaj të begatshëm, një muaj të mbushur me adhurime dhe shpërblim, një muaj të solidaritetit, një muaj të afrimit me njëri tjetrin, një muaj ku ne patëm një plan shumë të bukur se si të ham ushqim bashkarisht, si të agjërojmë bashkarisht, si të adhurojmë Zotin bashkarisht, pra gjithçka ishte e mirë, gjithçka ishte e bukur, sa i bukur ishte ky muaj që na shkoi. Mirë po, pyetja që neve duhet ta bëjmë, secili vetës ti është, a jemi ndryshuar? A do të vazhdojmë rrugën e adhurimit, apo do të vazhdojmë në gjendjen e mëparshme, sikur kemi qenë para se me hy në muajin e bekuar të Ramazanit. Zoti i Madhreshëm po na drejtohet në Kur'an duke na thonë: "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Po thot Zoti i Madhreshëm në këtë ajet kuranor që e lexova para jush, mos u bëni sikur ajo gruaja e cila pasi e ka thurr, pra gjemperin e saj e ka thurr, e ka përfundu, në fund fillon edhe e prish të tërin. Kuptimi i këtij ajeti është që mos ta prishim atë që e kemi ndërtuar gjatë një muaji të bekuar të Ramazanit. Gjatë Ramazanit ne ndërtuam lidhje të forta me Allahun e Madhreshëm, e pastruam shpirtin ton, u larguam nga gjunahet, nga mëkatet. Mirë po, pyetja që duhet ta bëjmë është: a do të vazhdojmë me e rujt këtë lidhje, apo do ta harrojmë me një herë mas Ramazanit? Mos harroni, dietarët kanë thonë, shenjat e pranimit të një vepre janë që ajo të pasohet me një vepër tjetër të mirë. Nëse njeriu vazhdon edhe pas Ramazanit me qenë prej vepër mirëve, prej punëve mirëve, kjo është dëshmi që Allahu Ramazanin të ka pranu. Andaj, pyetja që duhet ta bëjmë është: a jemi më të butë me tjerët gjatë pasi që kaloi Ramazani? Nëse gjatë një muaji të Ramazanit ne ligjeruam dhe ju dëgjuat se si ti përmirësojmë sjelljet tona, se si agjerues konsiderohet përpos atij që i agjeron stomaku nga ushqime dhe pija, i agjeron edhe goja nga fjalori i dytë, a jemi më të kujdesshëm me fjalët tona? A jemi më të përkushtuar në adhurimet tona? Andaj, adhurim nuk është vetëm në Ramazan ta kemi parasysh, por adhurimi duhet me vazhdu gjatë tërë jetës tonë, qashtu që thot Zoti i Madhreshëm në Kur'an: "Wa'bud rabbuka hatta ya'tiyaka al-yaqin", adhurojeni Zotin tuaj derisa të ju vinë vdekja. Pra adhurojeni Zotin tënd derisa të vjen vdekja, po thot Zoti i Madhreshëm. Pra vazhdimi i adhurimeve është shenjë e sinqeritetit ton. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, vepra më e dashur tek Allahu është ajo që është e vazhdueshme edhe nëse është e pakt. Andaj, ja disa mënyra se si ne ta vazhdojmë adhurimin edhe pas Ramazanit. E para, të çështja e namazit. Nuk duhet me u diskutu namazi obligativ. Nuk duhet me u diskutu. Është namaz obligim që për të do të pyetesh nëse nuk e ke kry. Mirë po, për ata të cilët janë përkushtuar në 5 kohë të namazit, po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, vepra më e dashur tek Allahu është ajo që është e vazhdueshme edhe nëse është pak. Vazhdo që mos e ndërpresësh namazin e natës. Nëse në Ramazan fale namazin e natës taravis gjatë, vazhdoje pak, spaku me 2 rekate. Nëse ke mundësi me e fal 2 rekate para kohës së sabahut, kjo është e mirë. Mirë po jenë punë, ke me u zgju herët, ke me punu,
spaku para se me flet, bani një jetë, fali 2 rekate për hatër të Zotit të Mëdhëshëm. E dyta, mundoju që Ramazani me kon piknisje për ty që me mësu Kur'anin. Kur mos thuj, vallahi unë s'muj me mësu atë shkronja, me i lexu atë shkronja. Pasha Zotin kemi dëshmi njerëzve të cilët edhe pasi e kanë kry pensionimin, ju kanë kthy edhe e kanë mësu Kur'anin. Kemi gërat moshuara që të cilët 75 vite, pra nuk kanë ditë me lexu Kur'anin, pas 75 viteve kanë arrit me mësu Kur'anin. Çka i shtyni ata me mësu Kur'anin? Vetëm vullneti. Nëse ke vullnet, vallahi ke për t'ja arritur. Dhe tjetra, agjerimi. Vazhdo me agjerimin e 6 ditëve të muajit Sheval, muaj në të cilin jemi tani, sepse tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai i cili e ka agjeru Ramazanin dhe pas Ramazanit i ka plotësu me 6 ditë të Shevalit, këto ditë mundesh me i agjeru ose ditë për ditë, ose me pauza, mirë po esenca është me i agjeru brenda këtij muajit Sheval, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, e ka shpërblimin, pra konsiderohet tek Zoti i Madhreshëm sikur me pas agjeru tan vitin. Pra ai që agjeron Ramazanin edhe i agjeron 6 ditë të muajit Sheval. Andaj të dashur vëllezër besimtar, Ramazani nuk ishte vetëm muaj i agjerimit, por ishte edhe muaj i edukimit edhe i përmirësimit të sjelljeve tona. Nëse me të vërtet kemi përfituar nga Ramazani, atëherë kjo duhet me u dëshmu edhe në praktikën tonë, në sjelljet e tona, në moralin tonë, sepse tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, musliman i vërtet është ai që njerëzit janë sigurt, janë rahat prej gjuhës edhe dorës ti. Dhe tha gjithashtu, nuk ka ma gjë ma të rëndë në peshojën e besimtarit, në peshojën e punëve, veprave të mira, se sa morali i mirë. Pra në ditën e gjykimit, ajo që mas shumë ti ka për ta rëndu peshojën e veprave tua, do t'jetë sjellja e mirë, morali i mirë. Andaj ta pyesim veten, a kemi përmirësu marrëdhëniet tona me familjen, me kojshit, a jemi largu nga përgojimi, nga gënjeshtra, a do të vazhdojmë që të ndihmojmë të tjerët nëse kemi mundësi për të ndihmuar, ashtu sikur kemi bërë në Ramazan, nëse vërtet duhet të tregojmë se Ramazani na ka ndryshuar, atëherë duhet ta ruajmë moralin tonë, t'i përmirësojmë sjelljet tona, jo vetëm gjatë Ramazanit, mirë po gjatë gjithë jetës tonë. Allahu na boft prej tillëve. Amin.